Në Korçë u zhvillua për të dytin vit radhazi konkursi i këngës frankofone në kuadër të aktiviteteve të pranverës frankofone. Në skenën e teatrit të Kukullave performuan 12 fëmijë dhe të rinj, të cilët sollën emocione dhe pasion për muzikën në gjuhën frënge. Është e vështirë të angazhohesh, të interpretosh në një gjuhë të huaj, por ne kemi pasur gjithmonë besim tek ata të rinj që me angazhimin e tyre do të kenë mundësi të zotërojnë të gjithë emocionet dhe të na paraqisin zërat e tyre të bukur me këngët në frëngjisht. Pjesëmarrësit treguan arsyet pse zgjodhen të bëhen pjesë e këtij konkursi, duke theksuar dashurinë për muzikën dhe kulturën frankofone, si dhe dëshirën për të sfiduar veten në skenë. Gjodha të marr pjesë në këtë konkurs sepse më pëlqen gjuha franceze, më pëlqen këngët e tyre, janë shumë melodike, më pëlqen gjuha, më pëlqen kultura, prandaj unë frëngjishten na kam për zemër dhe dua shumë që ta mësoj. Jam nxënëse e seksionit të gjuhës në Rajë Shirëndxhi, është viti im i parë dhe më pëlqen gjuha frënge dhe mendoj që është një opsion shumë i mirë. Është era e parë që unë marr pjesë në këtë konkurs dhe po marr pjesë sepse më pëlqen shumë gjuha frënge dhe dua ta përfaqësoj sa më mirë atë. Është era e parë që unë marr pjesë në këtë konkurs dhe emocionet duken që janë shumë të mëdha. Unë sot do të këndoj këngën Dernier Danse nga Indila dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë dhe gjithashtu dua të sfidoj veten në fushën që u dua më shumë në muzikë. Nga ky konkurs u përzgjedhën 3 fitues, të cilët do të përfaqësojnë Korçën në garën kombëtare, duke vijuar më tej rrugëtimin e tyre artistik.